Në heshtje, larg vëmendjes publike dhe pa një debat serioz institucional, çmimet e barnave të rimbursueshme në Shqipëri kanë pasur rritje të ndjeshme, nga 3% deri në 4000% për disa medikamente specifike. Bëhet fjalë për barna jetike, si antibiotik, cefazolina, ilaçe për diabetin, metformina, terapi biologjike si Remsima, për sëmundjet autoimune dhe medikamente për trajtimin e kancerit të gjirit. Të gjitha këto figurojnë në listën e rimbursimit të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. Megjithatë, sipas burimeve brenda sistemit farmaceutik dhe dokumenteve të faturimit të krahasuar, realiteti në terren paraqet një situatë shqetësuese. Rritje çmimesh pa transparencë. Disa barna kanë kaluar nga çmime relativisht të ulëta në tarifa shumë fish më të larta. Në disa raste, barna që kushtonin disa qindra lek sot faturojnë në disa mijëra lek. Terapitë biologjike të financuara nga shteti janë rishikuar me çmime reference më të larta. Diferencat mes çmimit të rimbursimit dhe çmimit real në farmaci janë zgjeruar ndjeshëm. Këto ndryshime kanë ndodhur pa një shpjegim publik të detajuar dhe pa një analizë zyrtare transparente. Skema aktuale funksionon në mënyrë paradoksale. Qytetari paguan kontribute mujore në sistemin shëndetësor. Në farmaci përballet me diferenca çmimi ose me mungesë bari. Sipas burimeve farmaceutike, rritja e çmimeve reference dhe ndryshimet në furnizim kanë bërë që farmacitë mos mund të shesin barnat me çmimet e mëparshme. Si pasojë, pacienti paguan pjesën e pambuluar ose detyrohet të zgjedhë alternativa më të shtrenjta. Në praktikë, rimbursimi shpesh mbetet formal, ndërsa kostoja reale transferohet te qytetari. Procesi i vendosjes së çmimeve. Çmimet e barnave të rimbursueshme miratohen përmes mekanizmave zyrtar, por procesi mbetet i paqartë për publikun. Nuk ka raportim të detajuar mbi arsyet konkrete të rritjes së çmimeve, krahasimin me çmimet në vendet e rajonit apo të BE-s, negociatat me kompanitë farmaceutike, ndërkohë sistemi shëndetësor vazhdon të përballet me mungesa periodike barnash dhe me ankesa të vazhdueshme nga pacientët kronik. Dyshime për abuzim me skemën. Ekspertë të fushës ngrenë shqetësime se rritjet e papritura të çmimeve mund të lidhen me futjen e alternativave të reja me kosto më të lartë, heqjen graduale nga lista të barnave më të lira, monopolizim furnizimi për produkte specifike dhe për llogaritje të reja të çmimeve reference që favorizojnë importues të caktuar. Nëse këto dyshime konfirmohen, bëhet fjalë për zhvendosje të konsiderueshme fondesh nga buxheti publik dhe nga xhepat e qytetarëve drejt zinxhirit të furnizimit farmaceutik. Pasojat për pacientët. Më të prekurit janë pacientët kronik, personat me diabet që përdorin metforminën çdo ditë, pacientët me sëmundje autoimune që trajtohen me terapi biologjike si Remsima, gratë që trajtohen për kancerin e gjirit dhe pacientët e shtruar që kanë nevojë për antibiotik bazë si cefazolina. Për këta pacientë çdo ndryshim çmimi përkthehet në kosto mujore reale dhe të drejtë për drejtë. Pyetjet që kërkojnë përgjigje mbeten. Pse janë rritur çmimet deri në 4000% për disa barna? A është bërë analizë krahasuese me çmimet në BE? Kush përfiton nga diferenca mes çmimit të rimbursuar dhe atij të tregut? A ka pasur auditim nga kontrolli i lartë i shtetit? Pse mungon transparenca publike mbi vendimarrjen? Çështja prek drejt për drejt shëndetin dhe financat e qytetarëve. Nëse skema e rimbursimit çndërrohet në mekanizëm transferimi fondesh pa kontroll publik, atëherë funksionimi social i saj vihet seriozisht në pikpyetje.